Gazetaria investigative është forma më serioze dhe më e vështirë e gazetarisë. Por edhe më interesantje, emocionuesje, e më e vlerësuar. Objekti i saj janë krimi dhe korrupsioni. Këto të dyja, siç e dini, shpesh bashkëtojnë. Pikërisht për këtë objekt, gazetarëve investigativ u duhet të bëjnë zgjedhje të forta. Në vendet e zhvilluara, zbulesat e gazetarëve investigativ shërbejnë për të hapur hektime mbi funksionar publik, të cilët, në mënyrë të palishme, shfrytëzojnë postin e tyre për të abuzuar me detyrën në dëm të publikut. Pyetja është: po në vendin tonë, a është e mundur një gjë e tillë? A është e mundur një gjë e tillë në një vend ku regjimi mediatik drejtohet nga pronar, të cilët i shërbejnë vetëm interesave të tyre personale dhe jo interesit publik? Kur u ka shkuar shkresa? Vetëm atyre u ka shkuar shkresa apo gjithë zonës? Po. Zito mëmë. Si quhet zotria? Po. Ma thuaj eksakt, lutem. A pse nuk ka rrugë tjetër atje? Apo i bje nga krau tjetër? Mirë. Mi jep për edhe atë shkresën me foto që ta kem si dokument. Qojtë e regjia, i thuaj Toni 344. Po. Toni, avashi. Në ke parë gjelën? Jo. Çfarë kishe di sot? Kisha ata personat me aftësi kufizuar që kërkojnë drejtat e tyre dhe shtëpitë otomane që do i shëndet. Do ta lësh atë dhe do të shkosh te drejtoria e burgjeve. Pse? Të shliruar Berdela nga burgu. Berdela? Po. Si ishte në burgim përjetshëm? Kërkoj gjykim të shkurtuar, edhe u dënoi 25 vjet. Pastaj ai filloi të bënte gjithë atë llojin e posmarorit avokat, duke qëndruar në paraburgim. Dhe në paraburgim ditë e dënimit llogaritën më shumë. E dënuan 8. Ka bërë 4 edhe 4 të tjerat ja fali. Çfarë duhet bëj atje? Ti duhet të marrësh një intervistë drejtorin e burgut. Ai ka dëshmuar në burg për sjelljet mirë të Berdvelës gjatë kohës së dënimit. Ne do bëjmë tani një speciale për të parë gjithë ato rrethanat lehtësuese që e nxorën ata nga burgu. Unë duhet ta bëj këtë. Po, duhet ta lësh përcaktohet socialen. Duhet një moshelmën, sepse policia dhe drejtësia shumë ngarkuar këtë periudhë. Ky është edhe vendimi i lirimit të Berdvelës. Sapo mora një informacion se disa banorëve pranë liçenit u ka shkuar një shkresë nga bashkia për t'i liruar banesat. Ma dërgoi një banor i zonës. Në fakt janë disa blloqe aty që u ka shkuar një shkresë. Dakor, merr kameramanin, merr dhe makinën dhe nisu edhe një herë. Mirë, sa të vi do të shkosh me autobus. Kishe ndonjë gjë tjetër ti? Po, në fakt, doja të pyesja për rrogën. Dakor, të fola me shefin. Edhe më tha që në fund muajit do të merrni edhe 5 rrogat e parambetura. Fund muajit, po jemi fillim muajit. Kështu më tha, kështu po të them. Çfarë të më shkreti? Kjo është kosa e mjedis pavarur dhe të pakapur. Dakor? Ma e pat kafe të lutem. Po, erda, 1 sekundë.
Po, pra, se kemi vonë. O tipu, hajde. Hajde, sot, ka vend pyet në sot. Aha. Unë vi këli. Shpejt. O, këli. Pa ti hape atë mund telefonin në dreqin. E di huqin tim. Ate, Berdvela shirorë nga burgu, edhe shefin bëri namin pse nuk i kemi si laj. Po gjyqi ishte sot. Nësa duket në kanë lejmëruar qëllimisht gabim, që të mos kenë media në përkëmbë. Elga duhet një qëndis një speciale për mënyrën si u liron nga burgu. Sot më ka vdekur mami, edhe më duhet shkoj në barim. Erdhe vetëm për të lajmëruar. Ti fori, Ros. Unë jenë shumë keqë, ushtrim. Letër, është do çfarë bën këtu? Mendova të ndihmoj Nina me që këtë periudhë ka qenë shumë e ngarkuar. E çova të intervistoj drejtorin e burgut. Pastaj kur të vish ti, intervisto mjekun edhe drejtorin e rrugës. E bën dot ajo? Dakor, një intervistë do të bëj. Po s'është njësoj si të bësh intervistë me drejtorin e burgut edhe me kryetarin e shoqatës mjedisi. Kuptoj. Po ti një nuk i bën dot gjitha. Dakor, tërgoj ti pyetjet Ninës për t'ia bërë drejtorin e burgut. Pastaj ti kthehesh edhe bën intervistën me mjekun edhe me drejtorin e rrugëve, edhe që ndisi speciale të mirë. Shumë mirë, shumë mirë. Do t'i çoj edhe pyetjet për Berdvelën, të bëj ajo intervistë. Po. Bëj gati se erdhëm. Zoti drejtor, më falni, jam gazetare e RTV-s. A mund të më jepni raportin që keni bërë? Ju lutem, a mund të jepni raportin që keni bërë për zotin Albert Vela? Edhe ti uli atë kameran, se nuk të tha njeri të gjirosh. Me që nuk më jepni raportin, a mund të bëni një prononcim për çfarë përmbante raporti për lirimin nga burgut, zotit Albert Vela? Pse nuk shkoni të pyesni ishte burgosuri? Dhe tani largojuni, ju lutem se kam punë. Nuk jam i detyruar t'ju përgjigj. Halo, urdhërot, lutem. Po. Përmënda ke? Troni vetë. 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 Vetëm duhet që li. Se shkosh. Lutem, ka ndodhur një gjë shumë e rëndë. Më trenë se të pesme më. Ka që është. Ka vdekur të shme. Faleminderit shumë.
vjen keq për mamën. Kjo të destat. Dhe i tani e din vetëm ne dhe mjekët. Marrë punë shpejt. Kemi marrë porosi që sa marrë veç njerit paktën për disa orë. Falë di që mbase nuk është momenti in për ty, por sa po më lajmëruan se mund të ketë drejt blerimi. Këtu jam. Ku? Tek sheti? Jam këtu. Okej, po bëhemi gati për një live atëre. Po i them regjistri lidhet me ty direkt. Përshëndetje miq, Era TV do ta nisim sot edicionin informativ me një lajm vërtet të bujshëm. Është përndarë në media informacioni se Bleri Mzani, deputet i opozitës dhe ministër i ekonomisë në kohën kur ishte në pozit, ka ndërruar jetë.
Për këtë ne kemi çuar në terren gazetaren ton Elva Boga. Elva, linja për ty. Po, Mirela, ndodhem këtu në vendngjarje. Fatkeqësisht është e vërtet. Sot, për arsye krejtësisht të panjohura, një nga figurat më të rëndësishme të politikës së vendit ton, Blerim Zani, ka humbur jetën. Brenda në godin ndodhen ekspertët e policisë, ekspertët e mjekësisë, të cilët po përpiqen të gjejnë informacionet e para në lidhje me këtë vdekje krejtësisht të papritur. Kujtojmë se ky politikan i fuqishëm, përpara disa kohësh, la dorëheqen si ministri i ekonomisë pas akuzave që bëri opozita në lidhje me të për abuzim detyre në lidhje me incineratorët. Kjo dorëheqje... Po del trupi edhe janë dhe ta fëmijët i thuhet afrohet. Tani trupi i tij po del nga ndërtesa. Mire, këmbull që të afrohet të prindrit edhe të afërmit e zotit Zani. Të pyes kur e kanë takuar për herë të fundit. Elva, do doja që të afroheshe pak më tepër tek familjarët e të ndjerit. Nëse mund të pyesësh ata për diçka më mjekësor, më falni. Kopendesa, keni ndonjë informacion paraprak në lidhje me këtë ngjarje? Pa bërë autopsi nuk mund të dalë një përndim sa. Mirela, këmbull te Elva që të pyesi familjarët kur e kanë takuar për herë të fundit ndjerin. Elva, do doja të lutem të afroheshe pak tek familjarët e të ndjerit. E di që ata janë të tronditur, por do doja të na informoje diçka më shumë. Nuk mendoj se është momenti i duhur të intervistojmë familjarët e Blerimit, pasi ata ende nuk e kanë marrë veten nga kjo humbje e rëndë e birit të tyre, bashkëshortit të tyre. Por natyrisht që në vazhdim, në orët në vazhdim, në ditët në vazhdim, ne do të kemi informacionet sakta në lidhje me këtë ngjarje deri në zbardhjen e kësaj ngjarje, me të cilat do t'i marrim nga prokuroria, mjekësia dhe të gjithë ekspertët. Elva nuk do të hapi diçka më tepër lart. Kalojmë te tjetra. Zani ishte figura më e plotësuar e opozitës për ta udhëhequr në betejën e ardhshme elektorale dhe për rrjedhoi një kandidaturë fortë për kryeministër. Reputacioni i tij në publik, sidomos këto vite në opozitë, ka qenë gjithmonë në rritje. Ai la pas bashkëshortjen e tij mjeke dhe 2 fëmijë në moshën e adoleshencës. Bashkëshortja nuk kishte shumë dëshirë të ekspozohej në publik, por ajo i dha Blerimit një mbështetje të madhe për të ndërtuar karrierën e tij politike. Gjatë kohës kur zoti Zani ishte ministri i ekonomisë, njihet për iniciativat e tij të guximshme, sidomos për investimet në infrastrukturë. Ai u bë promotori shumë projekteve të qeverisë së asaj kohe. Shumë të tjerë të ideuara prej tij përfunduan me sukses dhe kujtohen ende sot tek kësaj dite. Disa nuk arriti të përfundojnë, sepse forca Mirdita. E njihni Xhevdet Velën? Xhevdet, o Xhevdet. Shëndetje, zoti Xhevdet. Shëndetje. Më thanë që juve dhe vëllezërve tuaj që banojnë bashkë me ju, ka ardhur një shkresë nga bashkia për të liruar banesat brenda javës. Kush ta thot? Pak rëndësi ka kush ma tha, unë dua të di është e vërtet apo jo. Unë nuk kemi punë tjetër. Ço duhet më liru shtëpi? Sepse bashkia ka një plan zhvillimi për këtë zonë. Jo, kanë thënë gabim. Ne s'na ka thënë. Po ju të tjerët keni dëgjuar të ketë ardhur një shkresë nga bashkia? Jo. Projekt usumua ashpër nga opozita e asaj kohe që sot është në pushtet, si një projekt korruptiv. Madje
madje shumë eksponentë të saj ngritën akuzat të rënda për kryetarin e bashkisë, që i përkiste forcës së tyre politike, të cilin e akuzuan që për interesa personal po bashkëpunonte me qeverinë e korruptuar të asaj kohe. Pasi e detyruan të tërhiqen nga projekti, opozita ngriti banorët e liçenit në protestë. Ata kërkonin një çmim më të lartë se ai i tregut për çpronësimet e banesave të tyre, edhe pse shumë prej familjeve nuk i kishin në ato kohë certifikatat e pronësisë. Shumë mirë, fillojmë. Zëtë Fadili kërkoj ndjes për shqetësimin e Artani. Po, edhe ne u mërzitëm shumë. Besoj se i detyrohemi veri një gjithë. Po, ja u dërgoj pyetjet në email një njëre. Po, si zakonisht 20-30. Faleminderit shumë. Ju presim studio. E mbrojë raportin tim, ja duhet shumë shpejt. Shumë shpejt, ja tani. Çfarë shumë shpejt, në vajzë, duhet ta kishe bërë me kohë. Të paralajmërova, është lajm shumë i rëndësishëm. Kjo është paprigjeshmëri. Vazhdoni punën. Isha në spital, kishte babi skanin. Mirë, dakord. Mbaroj sa më shpejt i dhe mundur, do kaloj lajmin ty. Si u bë babi? Mirë, s'ka ndoj përmirësim po. Sa kemi ju bë? Dita 9. Mas e bajma. Alo. E more Hani? Më ka dalë një mbledhje urgjente. Të kam njësur një stafësë. Çfarë thua? Se do të fusësh edhe atë momentin me intervistën e Gregoreshës. Okej, në rrëtë. Ana? Mërzitet e flutur? Ha kjo mamive të babi të lanë vetëm të sot. Shpirti im ti. Tim gjithmonë më le vetëm. Po pse më shpirti mamit thua kështu? Qa do të të blej mamit? Nuk dua të shkoj në shtëpi. Pse ku dorim? Këtu dorim sot? Ka që shumë më mërzitet ti? Si të ka thënë mami, po të mërzitesh tjetër, unë mërzitem. Edhe unë mërzitem më shumë se ty. Ta dish? Hajde me mami se do blem gjërat mira sot. Do të shkoj te nëna. Po në nas të mbam dot. Mendo se këtu dorë, edhe tjetra. Alo, drejtoresha. Gentiana Rutri jam. Urdhro? Mamaja e Hanës është në klasën e dytë. Po zënja Gentiana, e kam numrin tuaj. Më falë, kishte ndruar prap orarët sot? Kemi shumë zënës dhe duhet ta bëjmë patjetër me Po mirë, është era e tretë që i ndroni orarët. Kemi edhe ne punë, duhet koordinohemi apo jo? Se kështu na ngelen fëmijët rrugëve. E di, ju kuptoj. Kam bërë disa shkresa në zar për këtë problem. Dakor. Faleminderit. Në mesin e viteve 2000, nga një student juridiku, Albert Vela u shndërrua në një nga eksponentët kryesor të krimit deri në ditët e sotme. Gjithçka për Albert Velën filloi pasi vllai i tij, Dritan Vela, një nga kokat e bandave të asaj kohe në Tiranë, u vra nga bandat rivale. Shumë shpejt, Albert Vela zuri vendin e të vllait edhe eliminoi bandat rivale duke marrë kontrollin e krimit të organizuar në vend.
Albert Vela u arrestua 8 vite më parë dhe u dënua me burgim të përjetshëm për vrasje dhe organizim të grupit të strukturuar kriminal. Në mënyrë krejt të papritur, para 10 ditësh është zhvilluar një seancë gjyqi që ka marrë në shqyrtim kërkesën e tij për faljen e dënimit. Gjyqi u zhvillua në formë të fshehtë, pasi as mediat nuk u lajmëruan për të. Dëshmia e drejtorit të burgut, ku ai kryente dënimin për sjellje shëmbullore, dhe raporti i mjekut, sipas të cilit Albert Vela vuante nga një stres i shtuar, kanë bërë të mundur që gjykata të vendos faljen përfundimtare të dënimit dhe lirimin e Albert Velës nga burgu. Faleminderit. Oresta, je gati? Mbaj këtë ka intervistë bukur. Me për këtë? Kush është për ju miku i vërtet? Miku imi i vërtet është ai që flet pa doreza. Ai që të ndihmon në kohë në të vështira dhe të gjithë të pranë kur ti ke nevojë për të. A ke njerëz të vizani një të tjerë? Po, kam. Kam që në revolucionin e viteve në Ndicë. Nuk kam lidhje të përditshme, por sa kam nevojë për të, e ndjej dhe pa e takuar. Që ka dhënë gjithmonë këshillat e dura, edhe kur ka qenë kundër zgjedhjeve të mia politike që kanë bërë në momente të saktuara. Do të vi sot në studio. E mirë se ti nuk e njeh të askush Blerin. Si e sa e njohë me tregon puna ime. S'kam nevojë ta them dhe me fjalë, janë të tepërta. Kuptoj. Për ti ke qenë mentori e ti për shumë vite. Fal këshillave tua, po ministër. E di ca gjëra domun, edhe pse ti je pus. Pse e treguar për një mikeshe për 30 vitesh, është më e besueshme për publikun. Ana. Do është buk t'i zemër e mamit? Qa ka? Ka bërë mami mish me dizele. Dizele pa mish. Pa mish i do? Pa mish t'i jep mami. Pse u mërzit e ti sot? Ka bërë ti turmësuese të shkolla? Unë ora shumë nëse eri mori ylla. Prandaj u mërzit e ti se i mori eri yllat. Po punë madhe i marim prapë mami. O, mënë në siri, mënë. Erdi papi. Hajtë të mpresim shpejt. E mami, shpejt. Ana! Zemra, mami. Pa! Sa ju dhe more sot yll? Eri mori ylla. Eri mori ylla? S'ka problem nesër, do t'i marim ne. Çfarë po bën ti? Vizaton. Po vizaton? Nuk është tjenë. Nuk është jell. Po princesha ku është? Vaja ku është? Ka flokët të verdhat. Ja pojmë flokët e verdhat? Bravo. Ja do vi babi të ndihmoj sa t'laj pak duart. Po ti si e le vajzën sot vetë në shkollë? I gjeta në bordi për qarë. Më doli një mbledhje e papritur. Të mora në telefon për t'je mbyllë. Pastaj të dërgova mesazh. E di e pash mesazhin. Po ka qenë një ditë shumë e ngarkuar. E humba lajmin, duhet gjej një lajm tjetër.
Kjo është piktura më e bukur që ke bërë ti. Bravo. Do ambuk tani. Hajde. Ullu. Fryma, mi s'është nxehtë. Si shkoj sot? Flasim më po. Nuk i dua bizelet pa mish. Pa mish, mirë ta ish mame. Hajde. Alo. Qa u bën? Heq. Nuk patëm kohë sot të rinim. Doja shumë t'isha pranë teje. Roni ta kujtone. Rofsh. U mërzite për plerimin. Shumë. Ku jeti? Sa po u ktheva në shtëpi. Në hapi po në plerimi edhe neve. Qa po bën? Në balkon. Po pinë cigare. Shumë mirë. Ekse ke detyrime familjare. Kur do shihemi? Kur ta kesh? Okej. Natë. Natë. Gentiana, të lutem e ullu. Çfarë ka ndodhur? Ramizi më kërkoi të mos mbuloj me politikën. Për shkak kronikës që i kam bërë për blerimin. Mendon që e kam bërë për skop. Edhe? Që sot e tutje do mbuloj kronikën e zezë. Sigurisht, kjo vjen me ulje rroge. Çfarë ke ndërmendur? Do të kërkoj punë tjetër. Mos e lër punën pa gjetur një punë tjetër. Ti e di situatën në cilën ndodhemi. Kam 5 muaj për marr rrogën të Ertani. Kredia duhet paguar, apo jo? Ke drejt. Po t'jesh e sigur që po nuk i ka vetë, një ditë do të më heqin ata. Më mori Artani në telefon. Pse? Oftoj sonte në emisionin që do bëj për vdekjen e blerimit. Dhe me që unë kam punuar vazhdimisht për arritjet e tij politik, ai mendon që e njoh më mirë se gazetarët e tjerë. Çfarë përgjigje i dhe? Më duhet diçka për deshur. Ja ku i ke këmishët, çfarë kontrollon? Nuk mendoj fare që duhet kishe shkuar te emisioni Artanit. Pse? Për shkak të Vasjanit? Po çym Vasjanit? O hyn që çke me të? Madje mendoj që ulja ime detyrë ka të bëjë direkt me sulmet e pandërprerje që ti bën ndaj atij njeriu. Sigurisht, ty nuk ka se ç'të bëjnë dhe më sulmoj mua. Pastaj emisioni është një pretekst shumë i mirë për të njohur dikë, mbase na vjen ndonjë ofertë e mirë pune.
Apo vetëm ti të bësh karrierë dhe ne të frymë syt. Po kjo është me mungë të shkurtra. Po ja ku e ke atë me mund të gjata. Pastaj ti e di shumë mirë që unë me Vasianin thjesht kam bërë punën. Të lutem se kemi harxuar vite të tëra duke u marrë me ndyrësitë e Vasianit. Nuk e kupton që në këtë botë janë persona të ndyrë, ata që arrin majet e politikës? Nuk e kupton? Dhe mos më thuaj që nuk e ke personale. Po pse të është fiksuar që e kam personale? Ulja jote në detyrë nuk ka të bëj fare me Vasianin. Po kush ka të bëj? Thasja ime profesionale ka të bëj. Këtë do të thuash. Jo, këtë po e thua ti. Kjo është shumë e rrudhosur. Nuk e kupton që atyre nuk urruhet fare për aftësitë tona profesionale. Ata duan vetëm ushtar të bindur, që i rri gati dhe i mbajnë nison. Tani na del ti si Jeanne d'Arc që do të ndryshosh botën. Kështu se ja ke nisur shumë shpejt, do ngelem edhe unë edhe ti pa punë. Ta vesh me këtë xhaketë. Vish. Morën telefon. Unë kishte rënë bateria. Le mamen vetëm me thënë. Kishte shumë njerëz atje, nuk desha shumë të rria më. Më thënë, desha t'ikja. S'ka fare. A ratosh? Po. Drove, se ti ku janë robët. Fatma. Mos ka ardhur Gela nga ty. Po, këtu është. Ka dalë nga shtëpia mes natës. Ja, mos u bëmëra. E po kishte marrë baterinë. Mos sot. Vi mirë ta marrë. Mos ka ndonjë punë. Jo, nuk kam punë, jam në shtëpi do të jem. Do të shkoj në shkollë nesër. Mos u shqetësoj fare, çojmë nesër. Po. Mos ke punë. Nuk kam, jam në shtëpi po të shkoj. Okej, po që pas shkollës një ditë. Okej, dakor. Mirë. Natën. Na, faq. Mame? Mame. Ama nuk mua bet ka. Ma ti lajmëroja, amor. Po ti, vetëm kur vion e vë flek boksi? Po ku kam komitezme pa televizor, s'kam ko. Se mi të zë, kërë ka filmat e bukur. Hajde, qika. Hajde, të lutem. Në fakt. Zoti Vasian, mirë se erdhët. Faleminderit. Mbrëma. Faleminderit që erdhët, ju lutem. Yll, po si e? Mirë, se erdhëm. Si po të shkojnë punët? Mirë. Ja, me zhvillime. Mora vesh që nuk po të shkojnë gjërat mira ndaj nga puna. Kalon nga unë se kam një ofertë shumë të mirë për ty. Po, patjetër. Erdhëm. Zoti Fadil? Mirë se erdhët. Faleminderit që pranuar ftesën, urdhëroni, zënë drejtoresh. Faleminderit që jeni në studio. Urdhëroni. Mbrëma. Duket vetja trime? Kush e ti? Albert Vele. Po? Kishe taku drejtorën e burgut sot. I kërkova raportin që boni për mu, apo? Pse erdhi tu që aty? Që duhet të pëndet? Nuk e di, po bënte si trim me emrin tënd. Jo më tha që i kërkova raportin që bëri për mu. Ja ku i ke merë publikoj. Vetëm thuj atyre shefave tu, ç'ne? Qa kujton për mu pikërisht sot? Shiko, duhet dish që nuk vendosun nëse do transmetohet kronika apo jo. Mendimin ton as që e kërkojnë fare ati. Është tjetër kush që vendos për këtë punë, nëse do shko me rumata. Jo, unë duhet të hapit nervistin. Ku duhet të ceroj pse pikërisht sot du me qitë qendër të mundjes, kupton? Po, unë isha zëvendësuese sot. Intervistën me ty është tjetër kush që do të bëj.
Unë do ta bëj me ty intervistën. Pse? Pëlqej si gazetar. Nuk kam mashtrime se të bëj intervistë me ty. Rrofsh për konsideratën. Po sigur them që do e bësh se s'bën? Po më kërcënon. Po t'jam një shansë. Të ngjitesh karrierë.